Do ta kërkojmë Vlorën, admiral. Duket se kjo shprehje vendosur nga kineastët shqiptar në gojën e një admirali sovjetik nuk ka më vlerë prej kohësh për atë që konsiderohej si baza më e vjetër ushtarako-detare mes dheut. Në vitin 1960, baza ishte vërtet në mes të interesave të mëdha. Jemi në fillimin e luftës së ftohtë, por mbas vitit 1990, asaj i mbeti vetëm emri i lavdishëm, ndërsa pak vite më pas, baza e Vlorës e mbiquajtur Pasha Liman, apo ardhur në shqip si Limani Kryesor, do të ishte edhe më keq. Fotot e publikuara nga gazeta Dita janë shkëputur nga kamera e operatorit të mirënjohur të televizionit publik shqiptar, Agim Kuri. Pamjet e rralla janë regjistruar në bazën luftarake detare të Pasha Limanit në vitin e mbrapsht 1997, ku situata doli jashtë kontrollit dhe pjesa dërmuese e territoreve të ushtrisë u morën me forcë nga njerëz të armatosur. Vet Kuri sqaron: "E di se shumë nga ju nuk kanë dëshirë ta kujtojnë, nuk duan të përmendet ajo periudhë. Sot mendoj gjithçka, se këtu ndodh gjithçka. Përgjegjësi nuk besoj, loj me top si të duash." Pasha Limani, Vlorë, tetor 97.